Reliosa mendon se kombëtarja shqiptare e futbollit duhet të jetë e fokusuar te ndeshja që ka përpara me Serbinë, pa u fokusuar te e kaluara e saj me këtë kundërshtar. I ftuar në studion e Sport News në News 24, Josa shpjegoi këndvështrimin e tij se si te Shqipëria duhej një kujdes më i madh te mënyra se si do të silleshin sidomos futbollistët kosovar që janë pjesë e kuqezimeve, për të cilët kjo sfidë kishte ngarkesë më të madhe emocionale. Realisht, si janë shprehur stafet teknike e qoftë futbollistët që janë të kujdesshëm në intervistat e tyre, mendimi im është që mendja jonë nuk do të jetë në çfarë ka ndodhur më 2015 në Serbi, por do të shohim ndeshjen aktuale, si vijnë të dy ekipet në këtë ndeshje dhe cilët janë kundërshtarët tanë. Kundërshtari direkt është Serbia dhe duhet të fokusohemi në lojën brenda katërkëndorit, pastaj se çdo të ndodhë është problem tjetër sepse ka edhe ndeshje të tjera. Është fillimi i ndeshjeve, një Angli e cila për ne është shumë e vështirë, qoftë edhe për serbët. Do të luajnë të dyja kundër njëra tjetrës, kush skualifikohet, ne ose Serbia, por nuk duhet ta shohim me ngjyra politike që ka marrë ndeshja, por ta shohim thjesht në anën sportive dhe mënyrën se si do të shfaqen të dyja në fushë. Në Kosovë përjetohet shumë, nuk e përjeton një lloj e gjithë Kosova, ka më shumë dhe më pak të influencuar në drejtim. Më tepër të kemi kujdes lojtarët kosovarë që luajnë me Shqipërinë, janë ata që janë më të ngarkuar nga ana psikologjike dhe emocionale, kështu që në këtë drejtim duhet ta shohim të qetësojmë skuadrën dhe të shohim anët pozitive dhe kundërshtarin që është me cilësi. Shumë lojtarë janë bashkëlojtarë me ta dhe duhet të jemi shumë të kujdesshëm. Trajneri do të hedhë në fushë lojtarët më të mirë pavarësisht çfarë ka ndodhur në këtë periudhë. Mendimi im është që me ata lojtarë duhet punuar psikologjikisht, nga ana psikologjike në mënyrën si ata duhet të fokusohen në ndeshje. Janë profesionistë, ata luajnë me ekipe që kanë reputacion në arenën ndërkombëtare, tha ndër të tjera Josa.